Tani roli viktimës realisht nuk ju shkon. Nëse këtu ka viktima në këtë vend, viktima janë ata që ikin nga Shqipëria me gomone. Ata që s'kan mundësit që keni ju, që kanë familjarët tuaj, që kanë miqtë tuaj, shokët tuaj, ata që ju po pasuroni. Këta janë viktimat e vërtet. Përsa i takon fyerjeve dhe sharjeve, nuk bëhet gjë tjetër veçsa atë që bëjnë gjithë tu çdo ditë, çdo herë që ne flasim për gjëra të vërteta dhe konkrete. Si gjiknuri në fundi që tha Budallati, erdhe këtu se që jam idiot, po unë nuk kam ndërmend të merrem me këtë gjë, kam ndërmend të merrem me faktet, vetëm faktet. Ju thatë, si më kalon mua në përmendje që pas kompanisë offshore, si më kalon mua në përmendje që pas kompanisë offshore në Holland mund të jeni ju, ministrat tuaj, apo më dëgjoni një sekond, më dëgjoni. Po më dëgjoni se fole, më dëgjoni se fole, më dëgjoni. Tani, si më kalon mua në përmendje, po si mund mos kaloj mua në përmendje? Ju dhatë një 26 vjeçari, ministria juaj, që i mori aplikimin 26 vjeçarit, para se 26 vjeçarit regjistron të kompanin, edhe këtë nuk e them unë, e thot zëri Amerikës, që ministria juaj dhe ministri juaj ndihmuan 26 vjeçarin të merrte tenderin me 20 milion euro në përmjet një kompani offshore. Nuk e them unë, e thon faktet, doli e vërtet. Tani, unë edhe në atë rast nuk isha provën që ju ishit pas, sepse duhet dini diçka, zoti kryeministër. Kompanit offshore prandaj duhen që të jetë e pamundur të gjesh se kush janë përfituesit. Dhe tani ju vini këtu duke bërë viktimën e thoni, qa janë këto budallojqe, qa janë këto gënjeshtra. Ma nxirë mua ati që jam unë. Po në kompanit offshore prandaj bëhen, për ta fshehur. Se po t'ishta që thjesht, nuk bëhesh një kompanit offshore, kompania ishte këtu në Shqipëri, ose ishte në Itali, ose ishte në Angli, ose ishte në Europë, ose në Amerikë. Kështu që nuk mund të më kërkoni mua tu sjell provën që pas kompanisë offshore është qeveria dhe jeni ju. Unë e kuptoj, zoti kryeministër, nga fakti që ju e keni bërë një herë, kohë që zgërdhjeni aty, e keni bërë një herë u kapët me kompaninë offshore në Delaware, që falsifikuat firmën e guvernatorit. Ju u kapë, se kush unë u kapa, unë ja dhash 20 milion euro. Unë ja dhash tenderin 26 vjeçari që kishte falsifikuar gjithçka. Mbaroj koha, zoti. Koha, mbaroj replika. Fjala për kryeministrin. O zotri, e kupton se qarë thua apo jo? Se je në një konflikt permanent me gjuhën. E kupton qarë thua? Kompanit offshore janë bërë për të fshehur. Dhe unë s'kam nga ta di që je ti atje, po me që janë bërë për të fshehur, ti je fshehur atje. Do me thënë, me këtë i bie që të gjithve këtu t'ju thuat ju jeni gjithë offshore. Se unë nuk ja kam nga ta dia jeni asjeni, po me që ato janë bërë për të fshehur, ju të gjithë jeni fshehur. Ore jenë vetë apo ja, ore seriozisht i keti këto, prandaj them unë ty, je idiot apo bën vetë, se nuk ka mundësi. Tjetra më thua fyrje, cilat fyrje? Unë nuk të thash ty je idiot. Unë ngrita një pyetje që ti duhet të përgjigjesh, je idiot apo bën vetë? Unë bësh vetë. Dhe mbase ke arsye të bësh vetë. Po ti më thua mua kriminal. Sepse një kryeministër që është në një i fshehur offshore është kriminal. Dhe dela tjetri, avokati i avokatërve të avokatërve së avokatërve, që ta bën bardhën zezën bardhë si pas kërkesës që i vjen nga elektrokardiograma, që thot dashke provat i, po pse qajti gjyqtar, du me thënë, kemi ardhur një civilizim barbar, që unë mund t'i them avokatit atje, ti e një kokër sekseri, që shkëmben para në të zezë, e ku di unë se qarë, edhe kura i thotë, ore, po si e bën këtë ti, ke provat, i thëmë qajti gjykatës e ti avokat. Ore, jeni vete, ju keni ikë fare, më. Ju dojnë të përmbysni edhe normat më elementare të komunikimit të njeriut me njeriun. Kupton apo jo? E kupton çfarë flisni ju? Ti më thua mua u kape me falsifikim në Delaware. O jenë vete ti?
Je i vetë dishëm që a fletë, pa dhe them unë. Je idiot apo bën vetë? Si jam kapu unë në Delaware? Ku? Si? Cila qeveri? Cila? Kompania, jo vetëm që s'ka marrë asë një lek, se edhe gënjen, jo vetëm nuk ka marrë asë një kokër leku, por kompania i ka lënë të tëra parat që vuri garanci, se a mori buxheti shtetit, kompanisë. Humbi dhe gjyqin për garancinë. Kështu që këto janë ca çudira, i dhatë këtë ati, orjen vetë apë. Po une kuptoj se kështu e kenë mendje ti, kështu e kenë mend, pa dhe thash, mund të kesh eksperiencë me kërkime ndërkombëtare, familjare, ose farafisnore, ose shoqërore, ose i ke nga balli kombëtar, nuk e di, kërkime ndërkombëtare, po flet gjëra që mua nuk do më shkojnë kur mend, sinqerisht. S'do më shkonte në mend që edhe kundërshtarit më të madh i thosh atje i fshehur offshore, me që offshore janë fsheta, edhe ti i fshehur. Dhe unë nuk kam prova, po jam i bindur që ti e i fshehur se ti e buri poshtër. Or jeni vetë apo? Ku jemi këtu më? Ku jemi këtu se u bë për të thirrur urgjencën këtu? U bë për të thirrur urgjencën, e kam seriozisht. Shko dhe bëj një skaner, bëj një gjë, nuk ka mundësi. Kjo është çmenduri. Se s'ka mundësi, ose pastaj bën vetë, qofse bën vetë, ke arsyet e tua pse bën vetë, unë viktimë, unë s'bëj viktimën fare, s'jam, as te kam bërë kur viktimën. S'jam viktim e absolutisht asgjëje. Po ti nuk po tregon dot mua as se ku shkollohen fëmijët e mi, as se ku është dhe çfarë bën familja ime, nuk ma tregon dot. S'ma tregon dot. Fare. Ti, hiç, askush. Jeni bërë fare, nuk keni fare as frena, as nuk kuptoni që fare, nuk e di. Nuk e di si ja bëni natën, sinqerisht. Flisni për qartë. Ndërkohë që po ta përsëris për gjërat për cilat fole, fatmirësisht ka një provë shumë të madhe, që ka një sistem drejtësie i cili në këtë rast po bën punën e vet, detaj për detaj për detaj. Ti më flet për ministri. Më fal, unë jam kryeministri. Dhe ajo struktura atje ka të gjitha arsyet, të gjitha faktet, të gjithë kohën e nevojshme, të gjitha kompetencat të bëjë të gjithë timin. Ti çfarë je? Ti kush je që vjen këtu dhe thua je i fshehur offshore? Ti çfarë je? Je idiot apo bën vetë? Kjo është një dilemë e madhe që duhet ta zgjidhësh. Duhet të na e zgjidhësh, sepse realisht u zgjidh atë. Dhe mos flisim më për fyrje. Këto s'janë fyrje. Fare. Këto janë dilema të mëdha. Ndërkohë që fyrje është i thuash tjetrit gjithë ato që thua ti. Ul e ngre tër, hajdut, vidhni, bëni etj. Edhe kështu do vini ju në pushtet. Si në pushtet do vini ju? Ju do mbeteni si vull pa letë rrugëve të gjithë bashkë.